Pejgamberi alayhis salam para 15 shekujve ka thonë el katilu el maktulu finnar, edhe mbytësi edhe i mbyturit dëtë në xhehenem. Kanë thonë ja Rasulullah, këtë s'pe kuptojmë, hajde ky që i myti, pse i mbyturi? Thase edhe ai ka pas ndërmend me myt këto. Kur do të bajnë arme, kur do t'i vërsulën njëri tjetrit, faktikisht qëllimi ka qenë për mbytje. Po, apet për thëmë shëqë Zotit që nuk ka ndodhë me e keqja. Tjetërën, sigurisht që na përcjell mbarë opinioni, ne kemi këtu në për qytet, kam dëgjuar që ka policë të dlagjës. Mirë, po çuditërisht, edhe më vije shumë keq, të kesh policë të lagjës 20 vite, e asnjëherë mos ta vizitoj një familje, për mendimin tim këtu sistemi i drejtësisë nuk është në rregull. Pse mos më shkua, shëqër Zotit, institucionet janë tonat, policia janë tonët, pse mos më shku me i razilës? Me thonë, kam arë mi pi një kafe. Qka të mundon ty si familje? Qfar raport të shkije me kojshi, me familje? A kje një problem me dikan? Në mënyrë që t'jetë preventiv për të këqijat. Po edhe që është polici fshatit, shpi për shpi. Pse mos më shkua me vetë njeriu me thonë, qfar halësh kje zoj? Ti që shiki punë me burrin. Falë shlirë, mësë ngura. Po edhe me djemë, po edhe me antarë të familjes. Faktikisht po, nuk është që kemi ndështëta.